mi dojnë zotat vlejë, sepse ju e dini se në qoftë se ne nuk e fitojmë 50% e kemi problema në u kthia Pedro Dicici. 5-5. Ja 300 vedhet ju api dorë sonte, për shkak të respektit që kom për ju. Dhe aty do të kemi edhe kongë që keni qep në ndëgjuar. Shqip, do t'jetë dhe një sharki dikur dhe gjojna. Gërshon tonë. Gërshon tonë. Mos e bo live se emergjenca si pretën. Lepna shola a kaboja. Alinejt shumë, ju të bua farë. Përshëndetje për gjithë praneshmit, falenderoj agimin instrumentalin të Mitrovicës për mikpritjen, për odën, për dashurinë që ka për neve mërgjimtarve. Na mërgjimtarët kemi ardhur për ta zhblloku institucionet e Kosovës që kanë qenë bllokuar prej ish opozitës. E di që këtu në Mitrovicë, qeveria Kurti e ka zhblloku bllokadat dhe ka kthy sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin. Ne mërgjimtarë që jemi këtu, do t'i me votat tona, me ardhjat tona, deri në 600.000, kanë me ardhë deri pas nesër. Ne do të Kështu që neve s'na meti tjetër, po nesër gjithë të angazhohemi në familjet tona, sidomos të ata që kanë hamendësi me ende, për liderin tonë Albin Kurtin, çka ka bo, ku shon, çfarë meçurie, çfarë diturie ka, edhe çfarë guximi ka. I pa ndërshtrushëm edhe pa fuqive të mëdha. Në bashkëgazit nesër pallatin e Rinisë. Për ju orë distancë, ka të dalim i qëtu, ju rrënë e qashtu qëshinë. Mërgjimtarët se nërë me flejtë, nërë me nejtë qutër. Por e kërë të buja më bua ka që të natën i rujnë. Gjithë me nejtë qutër. Në ka ato të edhe njësë të falasë njërë. Vëzër e motra ju ftojnë që nesër nga oda e Agim Batirit, kështu që na ka ndëru fort, ju bojmë thirrje që në pallatin e Rinisë nesër prej ora 18 të jeni të gjithë pjesëmarrës në tubimin përmbëllës televizjes vendosi kështu së bashku si jemi dhe ju ftojmë të gjithë të jeni prezent. Zbashku edhe zbashku do të fitojmë. Ju presu një për paturë, në
cit, po s'më pa përse. Nas polçoj për veçellëju his polçani. Pra, hiç fare. Pa e të kena rodhën në shkue te lokali atje. I love you, sorry. Respect.